E urrej Big Brotherin. E kam thënë me zë të lartë, me bindje. Madje e kam shkruar edhe në Facebook. Trash TV në nivelin më të ulët. Shkatrimi i inteligjencës kolektive. Isha krenar për këtë qëndrim timin elitar. Nuk do të bija kur viktim e kësaj maskarade, ku njerëz anonim bëhen të famshëm sepse han, flen, pin, përtasin në një shtëpi plastike. Në fund të fundit, çfarë dreqin duhet më interesoj mua se kush është në nominim apo kush ka bërë aleancë me kë. Më mirë lexoj një libër, thosh. Shoh një dokumentar ose të paktën ku mbasko me diçka më produktive se sa të shoh njerëz të mbyllur në një shtëpi duke u grindur për një karige. Pastaj filloi bombardimi. Meme në çdo cep të rrjeteve sociale. Shiko si i bërtiti Loredana. Shiko si e tradhtoi filani Fistakun. Gjest, Elli, Luani. Shiko si u bë dram për një vezë të skuqur. Miqtë e mi filluan të më flisnin me një pasion të frikshëm. A e pe qa ndodhi mbrëm? Skandal. Ky është lojtar më i fortë. Jo, ajo e meriton më shumë fitore. Edhe njerëzit që nuk do i kisha imagjinuar kur të ishin fansa të një reality show, tani ishin përfshirë me mish e me shpirt. Disa prej tyre madje po bënin analiza sikur po diskutonin një filozofi të re politike. Unë nuk dija si të reagoja. Vetëm tundja kokën si një budalla që sapo kishte humbur sensin e realitetit. Një mbrëmje, pas një dite të gjatë, u dorëzova. Hajt le të shoh pak, që të kuptoj për çfarë po flasin gjithë në fundit. Dale një herë. Çfarë u pëlqen kaq shumë? Ndjeva një farë neverie teksa klikoja videon e parë në YouTube. Ishte një klip i shkurtër. Gjesti i acaruar duke bërtitur se si ishte filani apo fistek. Edhe se sa të tjerët janë falso, e më theje të thash. Qesha me përbuzje dhe mbylla videon. Çfarë budallalliku, thash me vete. Pse dikush duhet të harxoj kohë me këtë? Një javë më vonë, e hapa përsëri. Le ta analizoj këtë fenomen sociologjik më thellë. Duhet të kuptoja se çfarë kishte ky program që i shndronte njerëzit në qenie pa mendime të thella. Studim, i thash vetes, asgjë më shumë. Këtë herë, pash një debat mes dy banorëve, ku njëri akuzonte tjetrin për një lojë të pistë dhe pabesi. Ironikisht, më kujtoi një sherë që kisha parë mes dy kolegëve të mi në punë. Edhe fillova të mendoj, ndoshta ky format është një pasqyrë e shoqërisë tonë. Ndoshta. E megjithatë, kishte një zë tjetër në kokën time. Një demon i vogël që më tundonte. Çfarë fiton ti me gjithë këtë analizë? Filozofi dhe punë të palodhur për të përmirësuar veten. Të gjithë do të vdesin një ditë. Çdo përpjekje është e kot. Pse mos ta shijoj një çast të pastër argëtimi pa ndërlikimi? A nuk është më e mençur të jetosh momentin, të lëshosh trurin të rjedh në ekstazën e çastit? Fillova të ndjeja një farë tundimi. Jeta e disiplinuar dhe e fokusuar më duke i befas më pak tërheqëse. Pas një muaji, fillova ta shihja për të kaluar kohën. Se të mos e vendos në sfond, ndërkohë që ha dark apo kur la jenër. Fundja më argëtonte të shija se si njerëzit zemëroheshin për budalliqe. Ndonjëherë e shija me një gotë verë në dorë, duke bërë ironi me veten time. Shiko si u skuq filani. Po mirë mo, nuk është ndonjë krim. Fillova të ndaja mendime me miqtë e mi. Po, nëse e sheh nga ana strategjike, ky po luan më mirë se sa të tjerët. Çfarë ndodhi? Unë po analizoja një reality show? 3 muaj më vonë, unë isha një zombi i plot. Sytë e mi të fryrë shihnin pa pushim prajmin e së shtunës. Diskutoja për të sikur të ishte politikë botërore. Fillova dhe të urrej disa lojtarë me pasion dhe të mbështes të tjerë sikur të ishin familjarët e mi. Madje me erdhi natë kur njëri nga favoritët e mi u eliminua pa drejtësisht. Sipas meje. Ky produksion është i manipuluar, bërtita një natë, duke ngritur grushtin lart sikur po protestoja për një padrejtësi globale. Tashmë nuk e imagjinoja do të jetëm pa to. Memet që më neverisnin dikur, tani i shpërndaja vetë. Ky u eliminua. Skandal. Produksioni po favorizon filanin. Një natë madje, u kapa me një mikun tim në Instagram për shkak të një lojtari që unë doja dhe ai urrente.
Miku im qeshi dhe më tha: "Ore, a nuk ishe ti ai që e shante këtë format?" Unë ndjeva se kur më kapën mat në fakt. Thash, pasi të shkoj në shtëpi, do të marr kohën të mendohem se çfarë ka ndodhur me mua në ato 3 muajt e fundit. Por pastaj e lash më njana të mendim, sepse sot është prime dhe nuk dua ta humbas.